Vale e arrestimeve në radhat e vëllazërisë muslimane në Egjipt vazhdon. Në pranga ka përfunduar së fundi një antar I lartë televizjes, Esam Al-Erjan, nënkryetari krahut politik të saj. Autoritetet vendase I kanë dhënë kështu goditjen e radhës grupit të persekutuar që prej përmbysjes së presidentit Mohamed Mursi nga ushtria. Urdhrin për ndalimin e Erjanit prokuroria e kishte dhënë që në muajin korrik, por udhëheqësi islamik ishte fshehur. Arrestimi I tij u krye mëngjesin e sotëm në një apartament në Kairo. Fati tënd nuk I shpëton dot citohet të ka thënë ai, por jam I bindur se do dal nga burgu pasi ti kemi dhënë fund këtij grushti shteti. Përpara ratis, Erjan kishte qenë një fytyrë shumë e njohur publike e vëllazërisë muslimane. Vetë presidenti I përmbysur Mursi duhet të dalë përpara gjykatës në 4 nëntor, I akuzuar për nxitje të dhunës dhe vrasjeve që lidhen me përleshjet e dhjetorit 2012 përpara pallatit presidencial. Mbështetësit e tij thonë se ish-kreu I shtetit nuk pranon ta njohë autoritetin e gjykatës. Nga ana tjetër, 3 gjyqtar me emër në procesin kundër Mohamed Badis, drejtuesi kryesor I vëllazërisë muslimane, dhanë dorëheqjen nga çështja të martën, duke çuar në bllokimin e procedurave. Njëri prej tyre, Muhamet Fahmi, sqaroi se bashkë me 2 kolegët e tij kishin vendosur të tërhiqeshin për ato që I quajti arsye ndërgjegjeje.